Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim Pandeli Bozhën, babain e kandidates për deputete të Partisë Social-Demokrate në Fier, Limonera Bozha. Ai akuzohet për korrupsion aktiv në zgjedhje. I pandehur në këtë çështje është marrë edhe Vladimir Lushkaj, por ndaj tij rëndon akuza e korrupsionit pasiv në zgjedhje. Gjatë hetimeve, prokuroria e posaçme thotë se ka dokumentuar një episod në datën 8 maj, 3 ditë para zgjedhjeve. Pandeli Bozha ka shkuar në banesën e Lushkajt ku gjatë takimit i ka futur një kartmonedhë në xhep dhe i ka treguar një fletë të ngjashme me atë të votimit, duke i sugjeruar emrin e kandidates për të cilën duhet të votonte. Pas marrjes në pyetje, Vladimir Lushkaj ka dorëzuar pranë oficerëve të policisë gjyqësore kartmonedhën dhe një fletë të ngjashme me atë të votimit, ku emri i kandidatit për deputet ishte theksuar me ngjyrë portokalli. Këto materiale janë sekuestruar si prova në kuadër të këtij procedimi penal, njoftoi SPAK. Ndërkaq më herët kandidatja për deputete e Partisë Social-Demokrate në Fier, Limonera Bozha, i ka mohuar akuzat.